Me ne në studio është Liridon Aliu, koordinator I programit të fuqizimit të familjes në SOS Fshatra. Zotri Aliu, mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Mirë si gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit, është kënaqësi, e thash edhe në fillim që sot kemi vendosur realisht nisim krejt ndryshe me një bisedë për fëmijë sepse është e rëndësishme. Për më tepër e pam disa debate për cilat do t'ju pyes pak më vonë, por një pyetje parë që vjen në këtë ditë ndërkombëtare është se si gjejnë kjo ditë ndërkombëtare fëmijët në Kosovë. Gjithsesi ata janë duke festu, duke lozën e gëzimin e tyre në ditën e festës tyre, ndërsa ne të rriturit, sidomos ne që punojmë drejt për drejt me ta, duhet me qenë një ditë në cilën ne përkujtojmë obligimet tona që I kemi në kujdes, në respektimin e ligjit, në sigurimin që drejtat e tyre janë duke u respektu në bazë të ligjet dhe konventave. Menoj që është bë punë e mirë ndër vite dhe prej sektorit qeveritar, por edhe prej organizatave qeveritare në përkujdesjen në të drejtat e fëmijëve dhe ne do kem gjithsesi ka shumë punë përpara për mua, po është një ligj për mbrojtjen e fëmijëve që ka filluar me vitet tëna mu kriju urzimet administrative, ende janë përfunduar, menoj është një punë që duhet me u shpejtu, gjitha drejtat aty në duhet me respektu, duhet me bë punë shumë të madhe në përkujdesin ndaj fëmijëve, me qenë sigur që krejt nevojat e tyre janë të adresu dhe interesi më I mirë I tyre është primar për ne të rriturit. Po, është shumë mirë të dëgjosh që gjithsesi fëmijët janë të lumtur, pavarësisht gjithçkaje tjetër, por edhe nga përvoja që I keni, besoj që jeni pajtimi se ka shumë për të bërë dhe për t'i bërë fëmijët e lumtur. Shumë mirë që ata disa gjëra nuk I kuptojnë për shkak të moshës së tyre. Me çka përballeni realisht zotri Aliu në përditshmëri dhe në praktik? Në organizatën ku punoj, ne kemi programe të ndryshme që adresojmë nevojat e fëmijëve. Është pjesa e strehimit të fëmijëve, për momentin kemi 30 fëmijë që janë duke jetuar në SOS Fshat, që për një arsye ose për një arsye tjetër e kanë humbur për kujdesjen pritnore dhe qëndrojnë me ne deri në pavarësim plot, deri në moshë madhore. Janë 8 fëmijë tjerë që janë në program gjysmë pavarësimi që kanë mbushur 18 vjet dhe jemi tu I përgatitur për jetë pavarur, domethënë gradualisht, sepse jemi organizata e vetme që kemi filluar domethënë me këtë sistem ku jo gjithçka përfundon në 18 vite. Domethënë ka një periudhë që na e quajmë periudhë gjysmë pavarësimit, periudhë përgatitjes për jetë pavarur, dhe ne nuk heqim dorë sepse gjithë puna e mirë që bëhet për kujdesjen e do kem në mbrojtje drejta tyne mund të mu shkatru në rast se na vendosin në 18 milion, domethënë pa një punë sigur, pa studime, pa një ide që shka me vazhdu jetën, kështu që kem vendos me bë një program që ka fillu shumë vite më herët, dhe krejt fëmijët që kanë kaluar në përkujdesje SOS Fshatrave kanë pas këtë program gjysmë pavarësimit. E mirë është që tash në ligjin domethënë për shërbime sociale është fut si nen dhe është duke u përgatitur edhe një udhëzim administrativ që e përkrah jetesën e pavarur të mbikëqyrur. Ne është gjithë fëmijët që kanë kaluar në formë alternative të kujdesit me pas ç't opcion. Në anën tjetër SOS-i punon edhe në parandalim, domethënë kemi diku 900 përfitues në 3 komunat, Prishtina, Fushë Kosova dhe Graçanica, prej tyre 700 janë fëmijë. Qëllimi jonë është që të këto familje që kanë një rrezik të shtumë për me u shpërbë që fëmijët me hup për kujdesin e prindve tyre, ne me fuqizu çato elemente të prinësisë të mirë, fuqizimit ekonomik, të edukimit, të trajnimeve, dhënies psikologjike për prindët dhe fëmijët, që mas qëndrimit 2 deri në 4 vjet në çet program, rreziku për shpërbërjen e familjes me ul, jashtëzakonisht shumë familja me çënë fuqizuar dhe me funksionu jashtëzakonisht mirë. Edhe këtu kem pas sukses jashtëzakonshëm ndër vite. Çka ka bërë në këtë sukses? Çka ka ndikuar sipas jush saktësisht? Menoj që puna profesionale. Mas pari një staf I përgatitur, një staf I motivuar për me punu. Me punu me fëmijë, duhet me pas një motiv të jashtëzakonshëm, duhet me pas durim, duhet me qenë profesionist dhe duhet me pas shumë të rëndësishme me respektimin e drejtave tyre, respektimin e ligjeve. Parimet etike ligjore duhet me qenë shumë lart. Ne kemi bërë një punë të mirë, kanë ndikuar edhe vullneti I mirë I donatorëve, I njerëzve të mirë që na kanë ndihmuar në këtë proces. Nuk kemi qenë vetëm, kemi pas ndihmë edhe në nivel ndërkombëtar, prej SOS-it ndërkombëtar, po edhe ndihmë prej bizneseve, individëve, persona të vullnetit të mirë që ju kanë afër neve në çet rrugë gjatë prej 99 së tutje, domethënë një statistikë shumë e rrezikshme është që rreth 1500 beba të braktisuna, domethënë
strehen e parë, kontaktin e parë kanë pasur me punëzimësit e së fshatit, prej aty kanë shku në familje, do të thënë ka ndodhur një proces i birësimit. Ata njerëz sot janë të rritun, ndoshta kanë krijuar fëmijët e tyre, edhe na jem krenar që gjithçka ka nisë në një shtëpi të sigurt, në një ambient sigurt brenda së fshatrave. Po nëse flasim në përgjithësi, ky numër i fëmijëve të braktisur, po shkon duke rënë, shkon duke u ngritur, është le të themi në një vit të njëjtë viteve të fundit si qëndron? Nuk kam statistika të sakta, po me shumë gjatë, sepse ka vite që këta fëmijë mësani shkojnë në strehim familjar. Do të thënë ka disa vite që nuk vinë në sosfshat, janë veç fëmijë që e kanë humbur për kujdesin familjare. Po me sa po shoh statistikat ka një ulje, që është diçka pozitive. Në anën tjetër kemi kërkesa të mëdha të familjeve që janë të interesuar me adoptu fëmijë. Që është diçka shumë pozitive, do të thënë na jem shumë të kënaqur që ka një vetësim edhe ka një interes. Gjithsesi më e mira, interesi më i mirë i fëmijës është me u rrit me prind biologjik kur kjo është e mundur. O kur do të thënë siguria, shëndeti, mirëqenia, edukimi i tyre në çfarë do forme janë të cënuar, atëherë çfarë do forme alternative mundet me qenë një mundësi e jashtëzakonshme. Sikur është rasti i sos familjes në sos fshat, që ofron në një farë kompenzimi për atë që fëmijët e kanë humbur. Po, programet dhe aktivitetet që mbase janë të rëndësishme për të përmendur sot në këtë bisedë, që edhe e shënojnë këtë ditë, cilat janë në sos fshat? Ne sot jemi pjesë e një organizimit më të madh që e ka bërë Komuna e Prishtinës, do të thënë shesh, kemi njësër lojnash, aktivitetesh edukative, kemi stafin tonë, psikologët, pedagogët, punëtorë social që janë të punojnë edhe me prindë në këshillim, punojnë edhe me fëmijët. Do të thënë, jemi krejt në një grup të madh të organizatave dhe institucioneve që janë sot në shesh. Edhe është kënaqësi se ky është viti i 3 ose i 4 që ka një organizim të tillë ku në një farë mënyrë jemi do të thënë pjesë e një mozaiku më të madh. Dhe që kjo është edhe ideja jonë edhe krejt organizatave që punojnë. Ka vite që është koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve, që është farë ombrellë për krejt organizatat që punojnë drejt për drejt për kujdesin ndaj fëmijëve. Edhe kjo është pozitive sepse në një farë mënyrë sigurohemi që mos më duplikojnë shërbimet ato që na ofrojnë. Do të thënë me qenë secili si një pjesë e çatij mozaiku, po pa ndërhyrë në punën e tjetrit ose pa lënë hapësira të pambuluara në një pjesë dhe të duplifikohemi të japim shërbime të njëjta në pjesë tjera. Kjo është shumë e rëndësishme, mendoj që jemi në rrugë të mirë. Koalicioni ka pasur edhe një rol të avokimit, gjithsesi, do të thënë fal punës të organizatave kanë rruar shumë çka edhe në legjislacion. Do të thënë çka ka pozitive është që për fëmijët që jetojnë në formë, do të thënë strehim familjar është rrit shumë. Janë shtesat e fëmijëve që janë diçka shumë pozitive, është rrit edhe shumë buxheti që ndahet prej Departamentit Politikave Sociale dhe Familjare për strehimorët. Do të thënë këto janë lajmet pozitive që prekin drejt për drejt mirëqenien e fëmijëve. Ka shumë për më bë, do të thënë siguria në shkolla, është fëmijët në situatë rruge, varfënia ekstreme në disa familje që i cenon drejt për drejt fëmijët. Është dhuna si diçka që na shqetëson, do të thënë përdit shohim raste në media të abuzimeve ose të... Në fakt, zotëri Eliu, këtu do isha dalë edhe ta nisja me këtë pjesën që do doja shumë që sot në këtë bisedë të flisim vetëm për të gjërat e mira që ndodhen, por realisht në praktik kemi edhe raste të tjera. Ne edhe ju beta, fillua ta seknit, jemi dëshmitar të rasteve të ndryshme, fatkesisht të abuzimeve, të keq trajtimeve. Tani më shkon mendja pikërisht rasti Lipiani, për cilin i kemi diskutuar shumë, edhe kemi trajtuar si rast dhe që pse ka ardhur deri në atë pikë, dhe pyetja ime është në këtë pjesë që çka duhet bëhet saktësisht më shumë, edhe nga ana institucionale, edhe nga ana e shtetit, që të mos kemi raste të tilla, që fëmijët mos të vuajnë në këtë mënyrë, në këtë moshë, apo ta shijojnë atë lumturinë që ju takon dhe e meritojnë tek e fundit. Fillimisht duhet me forcu rolin e qendrave për punë sociale, domethënë rolin e punëtorit social brenda qendrave. Ato qendra duhet mu pajisë edhe me psikolog, edhe me jurist, edhe me krejt profesionet që parashihen me ligj me i pas brenda. Kemi një deficit të resursëve humane brenda qendrave. Kemi një deficit edhe financiar, edhe të resursëve materiale për punën e tyre. Fakti që ka komuna që i kanë 70-80.000 banorë dhe kanë 3 ose 4 punëtorë social është një element që na frikson. Nuk ka kapacitete humane për me mbikëqyr sigurinë e fëmijëve, mirëqenien e fëmijëve.
Pjesa e parë që duhet me u bë është edhe në nivel, sepse tash me decentralizim përgjithësia kryesore i takon komunave, me planifiku mirë buxhet. Qatë buxhet që planifikojnë me pas një farë ndarje që është ma profesionale në raport mes shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, sepse është një fenomen i çuditshëm që gjithkohon, ose me thonë, nuk po thonë pa përjashtim, por në shumicën e komunave, drejtoratet komunale janë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Shumica e fokusit, qoftë material, financiar, qoftë njerëzor, shkon te pjesa e shëndetësisë, e cila jashtëzakonisht është e rëndësishme, por duhet me pas edhe një vëmendje te pjesa sociale. Për mos më përsërit raste të tilla, duhet me zbatu konventat, ligjet, edhe duhet me pas resurse humane, njerëz, punëtor social që monitorojnë rastet që kanë rrezik të shtumë. Sepse për me ndodhur një rast sikur rasti i Lipjanit është dashur 10 ose 15 raste të tjera të ngjashme me neglizhu. Dhe fati i keq ndodh te një rast, por kur keni rast të tillë nuk do të thonë që është i vetmi. Po, ju i përmendët nëse ti përmendët disa faktorë, mes tyre edhe varfërinë. Dhe përveç këtyre faktorëve, por edhe të tjera, realisht nga ajo që shihni sot, çka i çon prindërit të braktisën fëmijën, zotëri Aliu? Në shumicën e rasteve mund me qenë në situata kur shtatzënit janë jashtëmartësore, në situata ku nonat nuk kanë përkraje të familjes, të institucioneve, nuk një siguri. Në disa raste mundet me qenë edhe, nuk kanë përgatitje sociale, psikologjike për me marrë përgjegjësinë e rritjes të fëmijëve. Këtu duhet me punu, në programe të tilla që mu identifiku këto raste kur ka rrezik të braktisjes, me punu gjatë kohës shtatzënisë. Prej pjesës ku kemi kërkesa për aborte, deri te pjesa kur braktisën fëmija, duhet një punë e madhe me u bë këtu brenda institucioneve, në mënyrë që me shtërru krejt opcionet edhe mundësit që mundet me u dhënë një ndihmë konkrete për një nanë të re, që me vendosë me najt me fëmijën e vet, me vendosë me kujdes për të. Nuk mund me thonë që mund me qenë veç faktorët ekonomik. Gjithsesi mund me qenë edhe ata, një pavarësi ekonomike, një situatë ku një nanë kish me pas të ardhna të mira. Po, se i përmendë nënat, i përmendë edhe familjen, dhe në këtë pikë mbeten baballarët. Po jenë social. Në shumicën e rasteve, këto nëna që braktisin nuk janë të përkrahuna prej partnerëve me cilët, kanë veç shtatzan ose në situatë kur kish me pas një përkrahje të tillë, sepse prapë po e thamë, interesi më i madh është që fëmijë me rrit me prind biologjik. Dhe institucionet në këtë rast vendosin cili do prind që është i gatshëm. Nuk diskutohet kjo pjesë që kishim i dhënë ndihmën dhe prioritetin. A është ndihmë e dur, a ka kapacitete dura? Jo. Ka shumë pak këshillim, nuk ka këshillimore, tralla në komuna që kanë kriju një proces të tillë, ku për çifte të reja ose për nona që kanë mbetë shtatzan jashtë martese ka një fëmijë që janë të prit, ka këshillim në cilin ato kishin me u ndihmu, me u eksploru krejt opcionet e ndihmës që mund më dhënë, më përgadit, me pas një procesit të edukimit, por mos më ardhë drejt e pjesa. Se kishim edhe rastin në Ferizaj, me vdekjen e foshës më njerë pas lindjes, një rast tjetër po ashtu i tmerrshëm dhe shumë mediatik. Jashtëzakonisht, në cilin rast menoj që ka shumë vend për dyshime, për shkelje dhe profesionale, sepse na nuk mujmë me gjyku pa i njoftë, po për një kandit një vëzhgusit jashtëm, menoj që duhet më hetu dhe inskajtë dhe me fenomenin, më dhonë me një përgjigje, sepse me ndodhë një situatë të tillë në një emergjencë mjekësore, diçka nuk ka shku në rregull. Me kë? Menoj që edhe nuk mujna me hudhë fajnë të një nanë e re vetëm. Menoj që institucionet, stafi shëndetësor brenda antarët e familjes, njerëz tjerë që kanë mujtë me qenë ma në moshë dhe ma të përgjithshëm, kanë mujtë me bolë lëshime, pa dashme i fajsu, sepse unë nuk jam pjesë. Nuk guxoj me thonë që saksisht këtu mundet me qëndru problemi, por në fund të ditës ka vdek një foshnje. Edhe kjo është me për një kandit një personi që punon që 16 vjetë në mbrojtje të fëmijëve, kjo është një diçka që nuk guxoj me kalu pa një fajtor. Absolutisht, dhe pa ndërhyrje mbi të gjitha vendime. Atëre, ne për shumë vite realisht jemi dëshmitar të punës që bëhet në SOS Fshatra dhe të dashurisë pa kushtme që jepet për fëmijët. Dua të flasim pak për këtë lidhjen emocionale që kanë këta fëmijë me gjithë stafina, me SOS nonat, kujdesin që tregojnë ndaj tyre dhe besoj që është një pjesë
e këndshme dhe shumë motivuese për secilin prej jush që jeni pranë tyre dhe pranë botës së tyre, si të vegjël. Kështu që na fol pak për këtë pjesë emocionale dhe lidhje. Është një përmbushje e jashtëzakonshme, domethënë, është një motiv shtesë që ndikon mos me niqat lodhjen, mos me niqat situatën ku keni djegje profesionale mas shumë viteve të punës, domethënë është një motiv që na përmbush jashtëzakonisht shumë, sepse na kemi fëmijë, thash edhe më herët, që janë rritë ne, sot janë prind përgjithshëm që kanë 3 ose 4 fëmijë dhe kur ne I takojmë, domethënë fakti kur takohemi në festa, në situata të caktuara, kur shohim sukseset e tyre, kur shohim që janë në një stabilitet në jetë, që kanë profesion, që kanë bojnë një punë të ndershme, që rreziku në jetën e tyre për me qenë në shkelet ligjit, në delikuencë, ose për me qenë raste në rrezik, ka kalu jashtëzakonisht shumë moti. Tash janë qytetarë të përgjithshëm këtij vendit, prind të përgjithshëm, kur ata japin dashuri për fëmijët e tyre, tregon që puna jonë është bërë mirë. Absolutisht po. Dhe cili është momenti, le ta themi, më emocional që juve ju kujtohet, edhe që gjithmonë do ta mbani në kujtesë në këtë punën që ju bëni gjatë këtyre viteve. Një moment që e ka shënuar. E di, më me marr mbrëmjet e maturës. Kur ti kur shkon aty me punu, ti punon si profesionist, je psikolog, je sociolog, je jurist, ke një pozitë caktuar, por për ata fëmijë je pak më shumë se aq. Absolutisht. Një bab, nan, vëlla, motër. Je një person që ti nuk mundesh me qenë indiferent ndaj ndjenjave tyne, ndaj kërkesave tyne. Dhe situata si mbrëmjet e maturës, për rastet e martesave tyne. Domethënë rastet e diplomimeve, situatat kur ka pas përvjetor të humbjes familjarëve tyne dhe ne I kemi dalë bashkë me ta. Domethënë ka një sasi të madhe të emocioneve negative, të mërzitjes. Në situata të tilla ne jemi bashkë me ta. Domethënë I ndajmë çdo momente që domethënë mund me qenë momente të ngarkesës emocionale, po dhe të krenarisë që ti aty për ta. Në situata të tilla, qoftë të gëzimit ose të hidhrimit. Domethënë ka shumë çka në vite që na bojnë krenar, shumë çka që janë ngulit në memorien tonë. Është një sepse për pos punë kjo është një formë e jetesës për krejt njerëzve. Na kanë herë ndërhyjmë në 2-3 natës, stafi jonë ka pas situata ku jem kanë me ta smundjet e fëmijëve. Diçka që është normale brenda një familjes ndodh edhe te ne. Po, një formë e jetesës dhe në fakt të më smiri tregon atë që ju e thatë më herët dhe besoj që mund të ishte edhe highlight I kësaj bisede që ata pasi dalin nga aty, bën dhe janë qytetarë të përgjithshëm dhe të ndershëm të kësaj shoqërie dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe natyrisht që kjo tregon edhe punën tuaj dhe gjithë stafit që bëni aty. Përpara se të pyes për diçka tjetër, e kisha ndërmend edhe këtë, një pyetje që juve ju është bërë nga ata në një moment të caktuar për cilën nuk keni pasur një përgjigje, ose ndoshta ka qenë një përgjigje e vështirë. Në situata me vitet tëna ka mu thejtë edhe shpinë e rinis, ne I kemi thënë projekti gjysmë pavarësimit ku I kemi përgatit. Ka pas situata kur më është dashur me qenë I prem, me ndalu diçka që në fakt e kemi vlerësu profesionalisht që mundet me qenë I rrezik I shtuar për një tri. Ka pas pyetje kur më kanë pyet nëse isha kon fëmia jot biologjik a kishe bë këtë. Tash në një farë mënyrën e kemi qenë prind e tyne, sepse s'ka pas prind real. Në anën tjetër kem qenë profesionist që është dashur me menu me kokë të ftoftë në momentet caktuara me marrë vendimin e duhur. Cila ka qenë përgjigjja juaj? Mendoj që e kisha bë, sepse e kam pas edhe pjesën tjetër që me fëmin tem biologjik mund me qenë edhe më shumë emocional. Zakonisht ju them krejt profesionistëve, unë jam psikolog klinik, keni kujdes edhe mjekëve dhe pediatër kur trajtoni fëmijë biologjik, mos bëni ai gabim profesional, po mendoj që kisha bë veprimin e njëjtë dhe kjo ka qenë përgjigje edhe pse nuk ka qenë lehtë me u përgjigj. Sepse në situatë kur ndalon diçka që një iri e kërkon, duhesh më dhënë sqarim që është shumë përmbajtësor, shumë sqarues për të, pse e ke bë këtë veprim. Sepse për një adoleshent një dëshirë duhet më u plotësu. Jemi në atë rritë që kanë herë duhet me vënu kufet caktuar, në mënyrë që në të ardhmen më na falendëruan ata që e kemë bë një veprim. Që nëse e kanë bërë, keni marrë shumë falënderime. Gjithsesi. Kur takohemi për kafe, domethënë mas ka disa që nuk jetojnë më në Kosovë, janë perëndim dhe kur vinë na thrasin, gjithmonë e thojnë këto. Domethënë, kem qenë të hidhur në momente të caktuara, po jem shumë falënderues se tash po e vlerësojmë që keni bë veprimin e duhur. Sepse
prap menoj që në edukimin e fëmijëve, trive duhet me qenë rregulla, duhet me pas rregulla. Diçka që prind shpesh po e harrojnë. Sepse kjo botë është e përcaktuar për rregulla, domethënë nuk. Edhe ne që punojmë, nëse nuk dalim në vendin e punës, kemi pas pasoja s'na pagun kush. Nëse shkelim rregullat komunikacionit, do të kem pasoja të caktuara. Kjo është do të mungulit të fëmijët të tri që bota nuk është një vend i plotësimit dëshirave pa obligime. Kjo po ndodh kohëve të fundit që po kem shumë probleme me delinkuencë trive, me probleme në edukimin e tyre, si pasojë një qasje të prindve që është shumë tolerante, është shumë pra s'është trajtim që shumë e arsyetojnë me faktin e kohës moderne, gjërat kanë ndryshuar e kështu me radhë. Ju nuk e arsyetoni në këtë formë? Jo, mendoj që edhe në kohën moderne, në çfarëdo kohe, një fëmijë dhe një i ri duhet me eduku që duhet me respektu rregulla, duhet me pas limite për sjelljen, aty ku përfundon e drejta e një fëmijës, fillon e tjetrit ose i një të rriturit. Nuk është një vend ku na mujmë u sjell çysh dojmë, pa pas pasoja pozitive ose negative. Mendoj që kjo është një gabim i prindve që janë të bëjnë. Dua të marr një opinion tuajin, për aq sa mund ju të flisni, sidomos mbase në këtë aspektin e prindve të diskutojmë për temën më të diskutuar nga dita e djeshme, fëmijët në fushata që po i shohim. Dhe nuk e di nëse keni pasur rastin të shihni edhe atë videon që ka qarkulluar shumë në rrjetet sociale, të një vajze që ndjen një prej tubimeve në vushtrit të vetvendosjes, por recenzonte një poezi absolutisht me një gjuhë të papërshtatshme. Kemi parë edhe raste të tjera të partive të tjera në tubime që ka pasur fëmijë. Dhe në këtë pikë dua pak ta diskutojmë rolin e prindëve, atë çka mund të bëjnë prindërit para se të vijmë tek ky momenti, se realisht mendoj që atë fëmijë nuk mund ta marr askush me zor dhe ta vendos aty në skenë, jo për të arsyetuar një veprim të partive politike. Po me që i përmendet prindërit, çka duhet të bëjmë në këtë pikë që fëmijët të mbahen larg fushatave? Sepse nuk e kam vendin aty. Dëgjova komente për rastin e diet, me thonë drejt nuk e kam pa, për me bën një vlerësim. Po në përgjithësi çka kisha dashur me thonë është që duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Këtë rast përgjithësia më e madhe është mbi partitë politike. Duhet me qenë të kujdesshëm sepse kanë bazë ligjore që e ndalon këtë. E dyta duhet stafi i rrethit që punon rreth kandidatëve për deputet, rreth liderëve me qenë të kujdesshëm çka po servohet në një situatë të tillë, sepse mund me qenë edhe të papërgatitur. Shpeshherë prind bëjnë gabime të jashtëzakonshme, sepse një fëmijë që ekspozohet në formë të tillë mundet me gjyku më vonë dhe me kërku llogari prej tyne, sepse një fëmijë nuk është i vetëdijshëm në çka përfshihet. Dhe nuk i shkon ndjesi e mirë mas 5 vjetë, 6 vjetëve, sepse jemi në një kohë ku ruhen videot, ruhen, do të thënë me shku mi thonë, tim ke fut në këtë mes, do të thënë një këshill për prindër është largoni fëmijët prej sallave, prej sheshëve, prej objekteve ku mahet fushat zellore, për partitë politike respektojnë ligjin, bënu më të kujdesshëm sepse ajo mund të me qenë edhe kundërproduktive edhe në fushatën e tyre. Do të thënë për një person që respekton drejtat e fëmijëve, mundet me vendosë në moment fundit mos me votu nëse shenë në çfarëdo forme që mundet me u keq përdor. Do të thënë drejtat e fëmijëve dhe përfshirja e tyre në një fushat. Mendoj që është shumë e thjeshtë, duhet me qenë shumë të kujdesshëm edhe nuk e di në çfarë niveli përgatitin fushatat, po nëse unë kisha qenë pjesë e stafit që përgatis tubime të tilla, i kisha largu krejt fëmijët prej pjesës ku. Kjo është çështja. Unë ju falenderoj që erdhët sot. Ishte shumë kënaqësi me bashkëbisedu me dikë që realisht me punën ashtu sikurse të kolegëve të tjerë ndikojnë që ne të kemi një shoqëri më të mirë, sepse për të kemi shumë nevojë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, punë të marrë gjithashtu. Faleminderit.